Sot do të eksplorojmë një nga shpiket më geniale dhe më të arritshme që ndriçuan netët e zymta të erës mesjetare. Dritat prej xungthi, një formë ndriçimi që u lejoi fshatarëve të varfër të Evropës të përballeshin me errësirën pa shpenzuar pasuri në qiring prej dylli blete. Para se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë tregime dokumentare si kjo. Kur dielli zhytej në horizont dhe errësira shtrihej në fshatrat mesjetare, puna nuk ndalonte. Burrat dhe gratë e asaj kohe nuk e kishin luksin thjesht të ndiznin një ndërprerës dhe të dëbonin hijet. Drita artificiale ishte një mall i çmuar, shpesh i parritshëm për më të varfrit, dhe nata përfaqësonte një sfidë konstante për ata që duhej të vazhdonin detyrat e tyre shtëpiake pas muzgull. Në shtëpitë modeste të fshatarëve, ku dyshemeja prej dheu të ngjeshur nxirrte lagështi dhe muret prej guri mbanin të ftohtin, ekzistonte një nevojë themelore që të i kalonte komoditetin, nevoja për të parë. Thjerrja e leshit, riparimi i veglave, përgatitja e ushqimit, kujdesi për të sëmurët, mësimi i zanateve të familjes fëmijëve, e gjithë kjo varej nga ndonjë formë ndriçimi kur drita natyrale fikej. Dhe në netët e gjata të dimrit, kur dielli zhdukej në mes të pasdites dhe kthehej vetëm pas shumë orësh, kjo nevojë bëhej edhe më urgjente. Evropa mesjetare, shpesh e portretizuar si një epokë errësire, posedon një histori shumë më komplekse dhe magjepsëse se sa sugjerojnë stereotipet. Larg të qenit një periudhë errësire të plotë, si literale ashtu edhe metaforike, mesjeta ishte një kohë genialiteti dhe përshtatjeje, ku njerëzit gjetën zgjidhje kreative për sfidat e përditshme. Një nga këto zgjidhje, sa e thjesht aq edhe geniale, ishte drita prej xungthi, e njohur në anglisht si rush leaf. Kjo formë primitive ndriçimi, që daton nga kohë edhe më të lashta, u bë një prani e kudo ndodhur në shtëpitë më modeste të Britanisë së Madhe dhe rajoneve të tjera të Evropës, duke ofruar një alternativë të përballueshme ndaj qiringëve të shtrenjtë prej dylli ose madje edhe qiringëve më pak të rafinuar prej dhjami. Për të kuptuar rëndësinë e dritave prej xungthi, është e nevojshme së pari të zhytemi në përditshmërinë e familjeve fshatare mesjetare. Jeta në atë kohë qeverisej nga ciklet natyrore, nga lindja dhe perëndimi i diellit, nga stinët e vitit dhe nga ritmet e bujqësisë. Rreth 85% e popullsisë evropiane përbëhej nga fshatar, njerëz që punonin tokën e zotërinjve të tyre feudal në shkëmbim të mbrojtjes dhe të drejtës për të kultivuar pjesë të vogla për mbijetesën e tyre. Shtëpitë e tyre ishin modeste, shpesh duke konsistuar në vetëm një dhomë ku e gjithë familja flinte, hante dhe kryente aktivitetet e saj të përditshme. Kafshët shtëpiake, pulat, derat dhe madje edhe lopët, shpesh ndanin këtë hapësirë të kufizuar, duke siguruar nxehtësi shtesë gjatë muajve të ftohtë, por gjithashtu duke kontribuar në një mjedis që do të konsiderohej absolutisht i pajetueshëm sipas standardeve moderne. Në këto banesa të thjeshta, oxhaku qendror luante funksione të shumta. Ishte burim nxehtësie, vend për përgatitjen e ushqimit dhe, natyrisht, siguronte pak ndriçim. Tymi, pa një oxhak të duhur për të dalë, ngjitej dhe grumbullohej nën tavanin prej kashte, duke nxirr trarët dhe duke krijuar një atmosferë të dendur dhe të mprehë. Por zjarri i oxhakut, sado i rëndësishëm që ishte, nuk mjaftonte për të ndriçuar siç duhet qoshet më të largëta të dhomës, veçanërisht kur punë delikate si qepja ose mpreja kërkonin një dritë më të afërt dhe të drejtuar. Ishte në këtë kontekst që dritat prej xungthi bëheshin të domosdoshme. Lënda e parë për këto drita modeste rritej me bollëk në rajonet e lagështa të Evropës. Xungthi i zakonshëm, i njohur shkencërisht si Juncus effusus, lulëzonte në brigjet e lumenjve dhe liçeneve, në këneta dhe në çdo terren të mbytur ku grumbullohej uji. Kjo bimë shumë vjeçare, me kërcejt e saj cilindrik dhe fleksibël, që mund të arrinin më shumë se 1 metër lartësi, ishte aq e zakonshme në ishujt britanik sa bari që mbulonte fushat. Për fshatarët mesjetar, xungthi përfaqësonte një burim falas, të disponueshëm për çdo që ishte i gatshëm ta vilte në zonat kënetore pranë fshatrave. Vjelja e xungthave ndiqte një kalendar specifik, zakonisht duke ndodhur në fund të verës ose në fillim të vjeshtës. Në këtë kohë, bimët kishin arritur rritjen e tyre maksimale dhe kërcejt e tyre ishin të mbushur me një substancë sfungjerore dhe të bardhë të quajtur medul ose palc. Ishte kjo palc që përbënte elementin thelbësor të dritës prej xungthi, duke funksionuar si një fitil natyral, i aftë të thithë dhe të transportonte yndyrën e shkrirë që do të ushqente flakën. Fshatarët mesjetar, me njohuritë e tyre të thella për botën natyrore rreth tyre, e dinin instinktivisht se kur xungthat ishin në pikën ideale për vjelje, as shumë të rinj e as shumë të pjekur, me palcë të mjaftueshme për të prodhuar një dritë të mirë.
Detyra e mbledhjes së xungthave nuk ishte veçanërisht e vështirë, por kërkonte kohë dhe përpjekje fizike. Me drapërinë ose thjesht duke përdorur duart, burrat, gratë dhe fëmijët hynin në terrenet kënetore për të prerë kërcejt e përzgjedhur. Ishte një punë që duhej të kryej me kujdes, pasi gjethet e xungthit, megjithse nuk ishin të mprehta si teje, kishin një teksturë të ashpër që mund të irritonte lëkurën e ndjeshme. Mbledhësit mbanin duaj xungthash përsëri në shtëpitë e tyre, ku procesi i transformimit do të vazhdonte. Përgatitja e xungthave për t'u bërë drita përfshinte disa etapa që kërkonin aftësi të zhvilluar përmes praktikës. Etapa e parë konsistonte në qërimin e pjesëshëm të kërcejve, duke hequr lëkurën e jashtme të gjelbër për të ekspozuar palcën e bardhë të brendshme. Ishte e nevojshme të hiqej material i mjaftueshëm për të lejuar që palca të thithte yndyrën, por në të njëjtën kohë ishte thelbësore të lihej një rrip gjatësor i lëkurës i paprekur si mbështetje strukturore. Ekzistonin shkolla të ndryshme mendimi mbi metodën ideale të përgatitjes. Disa tradita përshkruanin që xungthat të zhyteshin në ujë para se të qëroheshin. Të tjerë këmbëngulnin që kërcejt duhej të procesoheshin menjëherë pas vjeljes. Ka të ngjarë që teknikat të ndryshonin nga rajoni në rajon, të kaluara nga brezi në brez. Pas qërimit, xungthat duhej të thaheshin. Kjo etapë ishte vendimtare, pasi lagështia e mbetur do të ndërhynte në thithjen e yndyrës dhe në djegjen e mëvonshme. Kërcejt e përgatitur shpërndaheshin në vende të ajrosura mirë, ndoshta të varur në nstrehet e shtëpive ose të shtrirë mbi sipërfaqe të pastra brenda hambarve ose stallave. Koha e tharjes ndryshonte sipas kushteve klimatike, duke zgjatur nga disa ditë deri në një javë ose më shumë. Durimi ishte një virtyt i nevojshëm në këtë proces, pasi xungthat e tharë pamjaftueshëm do të rezultonin në drita të cilësisë më të ulët që kërcitnin, nxirrnin tym dhe fikeshin para kohe. Përbërësi përfundimtar i nevojshëm për të krijuar një dritë xungthi funksionale ishte yndyra shtazore, një nënprodukt i bollshëm në çdo komunitet që praktikonte rritjen e kafshëve. Dhjami, i nxjerrë kryesisht nga gjedhët dhe delet, ishte materiali më i përdorur zakonisht, megjithse çdo lloj yndyre shtazore mund të shërbente për këtë qëllim. Dhjami i derit, dhjami i deles, madje edhe dhjami i ardhur nga kafshët e egra të gjuajtura për ushqim, gjithçka mund të shfrytëzohej për të lyer xungthat e përgatitur. Kjo shkaftësi ishte një avantazh domethënës, pasi do të thoshte që familjet fshatare mund të përdornin mbetje që përndryshe do të shkonin dëm. Procesi i shkrirjes së yndyrës, domethënë purifikimi i saj për të hequr indet dhe papastërtitë, ishte një detyrë shtëpiake e zakonshme në mesjet. Copat e yndyrës bruto priteshin në porcione më të vogla dhe nxeheshin ngadalë në kazan të mëdhenj ose tenxhere. Ndërsa temperatura rritej, yndyra shkrihej duke u ndarë nga indet lidhëse dhe membranat që më parë e kishin mbajtur të bashkuar me trupin e kafshës. Ky proces prodhonte një erë karakteristike, të fortë dhe depërtuese, që përshkonte të gjithë shtëpinë dhe rrethinat e saj. Për fshatarët mesjetar, të mësuar me një pafundësi aromash që hundët moderne do t'i konsideronin të padurueshme, kjo erë e yndyrës në shkrirje ishte thjesht pjesë e rutinës shtëpiake. Kur yndyra ishte plotësisht e shkrirë, lëngu i nxehtë kullohej përmes pëlhurave për të hequr papastërtitë. Rezultati ishte dhjami i purifikuar, një substancë që ngurtësohej gjatë ftojes, duke marrë një ngjyrë të bardhë kremoze. Ky dhjam mund të ruhej për përdorim në të ardhmen në qirinj, sapun ose drita xungthi. Dhjami i deles vlerësohej veçanërisht, pasi thahej me një konsistencë më të fortë. Etapa përfundimtare e prodhimit konsistonte në zhytjen e xungthave të tharë në yndyrën e shkrirë. Yndyra duhej të ishte mjaftueshëm e nxehtë për të mbetur e lëngshme, por jo aq e nxehtë sa të dëmtonte palcën. Xungthat zhyteshin një nga një, duke qëndruar në banjën e yndyrës derisa fijet e tyre të ngopeshin plotësisht. Kur nxirreshin, ato shfaqnin një pamje të shndritshme dhe transparente. Ndryshe nga qirinjt konvencional, të cilët formoheshin nga zhytje të shumta të njëpasnjëshme për të ndërtuar shtresa dylli ose dhjami rreth fitilit, dritat prej xungthi kërkonin vetëm një ose pak zhytje. Vetë xungthi, me palcën e tij thithse, përbënte njëkohësisht lëndën djegëse dhe fitilin. Ky kursim materialesh dhe përpjekjeje ishte një nga avantazhet kryesore të kësaj forme ndriçimi. Një familje fshatare mund të prodhonte 10 drita xungthi me të njëjtën sasi yndyre të nevojshme për të bërë vetëm pak qirinj, duke e bërë ndriçimin shtëpiak një mundësi realiste edhe për më të varfrit. Dritat e përfunduara të xungthit ishin relativisht të hollë dhe fleksibël, duke matur midis 25 dhe 70 cm. Kjo formë kërkonte një mbajtëse të posaçme për djegjen, ndryshe nga mbajtëset e qirinjve konvencional.
Mbajtëset për dritat e xungthit bëheshin tipikisht prej metalit të farkëtuar, duke konsistuar në një pinca të montuar mbi një bazë të qëndrueshme. Këto mbajtëse përfaqësonin një nga të paktat shpenzime monetare të lidhura me përdorimin e dritave prej xungthi. Pasi blihej, një mbajtëse e mirë mund të zgjaste për breza. Pinca mbante xungthin në një kënd prej 45 gradësh, duke lejuar që yndyra e shkrirë të rrifte duke ushqyer flakën. Cilësia e dritës së prodhuar nga një xungth ishte modeste kur krahasohej me qiring më të mirë prej dylli blete. Dritat prej xungthi prodhonin ndriçim të mjaftueshëm për detyra bazë, por të pamjaftueshëm për punë të detajuara. Leximi ose qepja në dritën e një xungthi të vetëm ishte i mundur, por lodhte syl. Drita dridhej dhe kërcente, duke projektuar hije lëvizëse nëpër muret e dhomës. Kohëzgjatja e djegjes ndryshonte konsiderueshëm, nga 10 deri në 15 minuta për xungthat më të vegjël deri në pothuajse 1 orë për më të mëdhenj. Naturalisti Gilbert Hite dokumentoi një dritë xungthi prej 72 cm që dogji për 57 minuta. Kjo variabël do të thoshte që familjet mesjetare duhet të mbanin rezerva substanciale të dritave prej xungthi. Një natë e vetme pune mund të konsumonte gjysmë duzine xungthash dhe furnizimi për stinën e ftohtë kërkonte qindra prej tyre. Hierarkia sociale e Evropës mesjetare manifestohej në format e ndryshme të ndriçimit të disponueshme për çdo klasë. Ndërsa fshatarët vareshin nga dritat prej xungthi, klasat më të pasura kishin akses në opsione superiore. Qirinjt prej dhjami ofronin dritë më konsistente, megjithse prodhonin tym dhe erë të pakëndshme. Në kulmin e shkallës sociale, fisnikëria dhe klerikët gëzonin qirinjt prej dylli blete, të cilët digjeshin me flakë të shndritshme dhe të pastër. Kostoja ndaluese e këtij dylli kufizonte përdorimin e tij, por kishat këmbëngulnin në ekskluzivitetin e tij për ndriçimin e altarëve. Tymi i qirinjve prej dhjami do të nxinte afresket dhe imazhe të shenjta, ndërsa pastërtia e dyllit të bletës simbolizonte vlerat shpirtërore të vlerësuara nga feja kristiane. Duke u kthyer te dritat modeste prej xungthi, është e rëndësishme të njohim se, pavarësisht kufizimeve të tyre, ato përfaqësonin një arritje të jashtëzakonshme të genialitetit popullor. Me materiale plotësisht falas ose me kosto minimale, fshatarët mesjetar arrinin të prodhonin ndriçim të mjaftueshëm për nevojat e tyre. Kjo vetë mjaftueshmëri ishte karakteristikë e një shoqërie ku paraja qarkullonte pak mes klasave më të ulta. Prodhimi i dritave prej xungthi ilustron se si njohuria praktike transmetohej në komunitetet mesjetare. Nuk kishte manuale të shkruara apo tutoriale për të mësuar teknikat e përfshira. Fëmijët mësonin duke vëzhguar prindërit dhe gjyshërit e tyre, duke marrë pjesë në detyra derisa të zotëronin çdo etapë. Kjo njohuri e heshtur ishte po aq e vlefshme sa çdo tekst i shkruar i ruajtur në manastiret e asaj kohe. Gratë luanin një rol qendror në ekonominë shtëpiake mesjetare dhe prodhimi i dritave prej xungthi ishte ndër përgjegjësitë e tyre, duke qenë njohuri e transmetuar përmes linjave femërore. Dimri përfaqësonte periudhën e varësisë më të madhe nga ndriçimi artificial. Me ditë të shkurtra dhe net të pafundme, familjet mesjetare përpiqeshin të shfrytëzonin çdo rrezë drite të disponueshme. Detyra të tjera mbushnin kohën. Riparimi i veglave, prodhimi i pajisjeve, përgatitja e fibrave për të thurur. Shumë nga këto aktivitete mund të kryeshin në dritën dridhëse të dritave prej xungthi. Mbajtëset për dritat e xungthit që kanë mbijetuar deri në ditët tona na ofrojnë një pamje magjepse të kësaj teknologjie. Të prodhuara në hekur të farkëtuar, ato varionin nga dizajne të thjeshta deri në ekzemplar më të përpunuar, që kombinonin mbajtësen për xungth me bazën për qiri konvencional. Shpërndarja gjeografike e përdorimit të dritave prej xungthi korespondonte me disponueshmërinë e bimës. Në ishujt britanik, ku xungthi lulëzonte për shkak të klimës së lagësht, kjo formë ndriçimi ishte veçanërisht e përhapur. Regjistrimet tregojnë se dritat prej xungthi mbetën në përdorim në Anglinë rurale deri në fund të shekullit GJ. Gjatë luftës së dytë botërore, kur racionimi preku popullsinë civile britanike, pati një ringjallje të shkurtër të interesit për dritat prej xungthi. Publikimet e asaj kohe mësonin teknikat e përgatitjes, duke rikthyer njohuritë që kishin filluar të humbisnin. Në disa zona rurale të Walesit, dritat prej xungthi vazhduan të përdoren deri në mesin e shekullit GJ. Përvoja e përdorimit të dritave prej xungthi ishte rrënjësisht e ndryshme nga ndriçimi modern. Flaka ishte modeste dhe e paqëndrueshme, duke kërkuar vëmendje të vazhdueshme, pasi xungthi duhej të ripozicionohej ndërsa DJ.
Mjedisi i krijuar ishte intim dhe i kufizuar, një rreth i vogël shikueshmërie i rrethuar nga hije. Kjo intimitet i detyruar nga kufizimi i dritës sigurisht që modelonte jetën sociale dhe familjare mesjetare. Njerëzit mblidheshin më afër njëri tjetrit duke ndarë burimin e çmuar të ndriçimit. Bisedat, historitë dhe këngët që mbushnin netët ndodhnin në këtë rreth drite dridhëse, duke krijuar afërsi fizike dhe emocionale që ka humbur në epokën tonë të ndriçimit të bollshëm. Era karakteristike e dritave prej xungthi, që rrithte nga djegja e yndyrës shtazore, varionte nga pothuajse e padukshme deri në të pakëndshme, varësisht nga cilësia e yndyrës. Për fshatarët mesjetar, të mësuar të jetonin me kafshë dhe çdo lloj ere organike, kjo erë pranohej si pjesë natyrale e jetës shtëpiake. Bloza e prodhuar nga dritat prej xungthi kontribuonte në nxirjen graduale të sipërfaqeve të brendshme të shtëpive. Ky grumbullim përfaqësonte një rrezik shtesë zjarri, veçanërisht duke pasur parasysh se shumë shtëpi mesjetare kishin çati prej kashte mjaft të ndeshme. Rreziqet e zjarrit të lidhura me ndriçimin me flak të hapur ishin një shqetësim i vazhdueshëm në erën mesjetare. Fshatra të tërë mund të shkatërroheshin kur një zjarr dilte jashtë kontrollit. Dritat prej xungthi, me flakën e tyre relativisht të vogël dhe mbajtëset e qëndrueshme, ishin ndoshta më të sigurta se qirinjt e pambrojtur, por rreziku nuk eliminohej kurrë plotësisht. Të zinit gjumë me një dritë të ndezur ishte një pakujdesi që mund të kishte pasoja katastrofike. Teknologjia e mbajtëseve për dritat e xungthit evoluoi gjatë shekujve, megjithse parimet bazë mbetën të pandryshuara. Ekzemplarët më të vjetër ishin jashtëzakonisht të thjeshtë, duke konsistuar vetëm në një pincë hekuri. Gradualisht u prezantuan rafinitete. Baza më të qëndrueshme, mekanizma për të rregulluar animin, kombinime me mbajtëse për qirinj konvencional. Disa mbajtëse përfshinin një enë për të kapur yndyrën e shkrirë që rrithte nga xungthi në djegje. Kjo yndyrë e rikuperuar mund të ripërdorej, duke demonstruar mentalitetin e shfrytëzimit maksimal të burimeve që karakterizonte ekonominë shtëpiake mesjetare. Tradita e dritave prej xungthi la gjurmë në kulturën popullore britanike që vazhdojnë deri më sot. Shprehje idiomatike, këngë folklorike dhe referenca letrare ruajnë kujtimin e kësaj forme ndriçimi. Vet akti i mbledhjes së xungthave u bë i lidhur me përgatitjen për dimër, pjesë e ciklit vjetor të aktiviteteve që shënonin kalimin e kohës në komunitetet rurale. Thjeshtësia e dritës së xungthit, varësia e saj nga materialet natyrore dhe prodhimi i saj shtëpiak përfaqësojnë vlera që rezonojnë me shqetësimet bashkëkohore mbi qëndrueshmërinë. Xungthat rriteshin natyrshëm, yndyra ishte një nënprodukt i ushqimit dhe produkti përfundimtar kthehej në tokë si hiri i biodegradueshëm. Natyrisht, nuk ka romantizëm të vërtet në varfërinë që i bënte dritat prej xungthi një nevojë në vend të një zgjedhjeje. Fshatarët mesjetar nuk e përdornin këtë formë ndriçimi për ndërgjigje mjedisore apo preferencë estetike, por sepse nuk kishin alternativa të përballueshme. Drita e pamjaftueshme për detyra të detajuara, nevoja konstante për të përgatitur xungtha të rinj, era dhe tymi, të gjitha këto ishin kufizime të pranuara për mungesë të një opsioni më të mirë. Progresi teknologjik që përfundimisht e bëri ndriçimin të bollshëm dhe të lirë ishte një bekim i vërtetë që përmirësoi jashtëzakonisht cilësinë e jetës njerëzore. Megjithatë, studimi i dritave prej xungthi na lejon një lidhje të prekshme me jetën e përditshme të paraardhësve tanë mesjetar. Përveç mbretërve dhe betejave që dominojnë librat e historisë, ekzistonte popullsia e thjeshtë, duke jetuar jetë të thjeshta dhe duke u përballur me sfidat e përditshme. Drita e xungthit ishte një triumf i vogël i genialitetit njerëzor mbi errësirën. Eksperimentuesit modern që janë përpjekur të riprodhojnë prodhimin e dritave prej xungthi shpesh raportojnë befasi me vështirësinë e procesit. Për zgjedhja e xungthave të duhur, qërimi delikat që ruan rripin e mbështetjes së nevojshme, koha e duhur e tharjes, temperatura korrekte e yndyrës, çdo etapë posedon variabla që ndikojnë në rezultat. Fshatarët mesjetar i zotëronin këto teknika përmes përvojës, një njohuri e mishëruar e vështirë për t'u kapur në udhëzime të shkruara. Përpjekjet për rikrijim historik zbulojnë gjithashtu variabilitetin e natyrshëm të dritave prej xungthi. Xungtha të ndryshëm, të përgatitur në mënyra të ndryshme, prodhojnë drita me karakteristika jashtëzakonisht të larmishme. Vëzhgimi se drita e xungthit ishte qiriu i njeriut të varfër, një shprehje e përdorur nga komentuesit historik, kap në mënyrë perfekte rolin e saj social. Nuk ishte opsioni më i mirë i disponueshëm, nuk ishte asnjë opsion veçanërisht i mirë sipas standardeve të kohës, por ishte një opsion i arritshëm dhe kjo bënte të gjithë diferencën.
Alternativa do të ishte errësira e plot pas perëndimit të diellit, një kusht që do të kufizonte rënd mundësitë e punës, mësimit dhe socializimit gjatë netëve të gjata të dimrit. Përparimet në ndriçim që i bën dritat prej xungthit të vjetruara erdhën gradualisht. Përmirësimi në teknikat e prodhimit të qirinjve prej dhjami i bëri ata më të arritshëm. Në shekullin gjyqë, zbulimi se si të nxirrej acidi stearik nga yndyra shtazore lejoi prodhimin e qirinjve superior. Vajguri, gazi i ndriçimit dhe, së fundi, energjia elektrike plotësuan transformimin. Çdo inovacion zhvendosi progresivisht format më të vjetra të ndriçimit. Drita e xungthit, ndoshta më primitivja nga të gjitha format e ndriçimit artificial, përveç zjarrit të thjeshtë, ishte një nga të parat që u zhduk nga përdorimi i zakonshëm. Sot, drita e xungthit mbijeton kryesisht si kuriozitet historik, objekt studimi për historianët e teknologjisë dhe entuziastët e historisë së gjallë. Muzeu ekspozojnë mbajtëset e vjetra prej hekurit të farkëtuar, demonstrime të rastësishme rikrijojnë procesin e prodhimit. Ky regjistrim ruan një njohuri që, përndryshe, do të humbiste me kalimin e brezave. Historia e dritës së xungthit na kujton gjithashtu universalitetin e nevojës njerëzore për ndriçim. Në të gjitha kulturat dhe epokat, njerëzit kërkuan mënyra për të zgjatur aktivitetet e tyre përtej orëve të dritës diellore. Materialet dhe metodat varionin sipas burimeve të disponueshme, nga yndyrat e fokës së popujve arktik deri te vajrat vegetale të qytetërimeve mesdhetare, por qëllimi ishte gjithmonë i njëjtë, të mposhtej errësira, të zgjeroheshin mundësitë njerëzore. Në kontekstin specifik të Evropës mesjetare, drita e xungthit përfaqësonte një zgjidhje elegante për një problem universal, të përshtatur me kushtet ekologjike dhe ekonomike të rajonit. Xungthat e bollshëm të kënetave britanike, disponueshmëria e yndyrës shtazore në një shoqëri mbarështuesish bagëtish, thjeshtësia teknike që lejonte prodhimin shtëpiak. Të gjithë këta faktorë kombinoheshin për të krijuar një formë ndriçimi të përshtatur me nevojat e fshatarëve mesjetar. Kontemplimi i kësaj teknologjie modeste nafton të reflektojmë mbi marrëdhënien tonë me ndriçimin artificial. Jetojmë në një epokë dritash të bollshme, ku errësira është bërë një zgjedhje. Mund të ndriçojmë shtëpitë tona, rrugët dhe qytetet të tëra me një prekje të thjeshtë. Kjo bollëk është aq i plotë sa shpesh harrojmë se nuk ka qenë gjithmonë kështu, se errësira ishte një sfidë reale me të cilën paraardhësit tanë përballeshin çdo natë. Dritat mesjetare prej xungthi, me gjithë modestinë dhe kufizimet e tyre, përfaqësojnë një kapitull të rëndësishëm në këtë histori të gjatë njerëzore të luftës kundër errësirës. Ato na kujtojnë genialitetin e popujve të së kaluarës, aftësinë e tyre për të gjetur zgjidhje kreative me burimet e disponueshme, vendosmërinë e tyre për të vazhduar të jetojnë, punojnë dhe lulëzojnë edhe në kushtet më sfiduese. Kjo trashëgimi i inovacioni dhe përshtatjeje vazhdon të jetojë në epokën tonë, duke u manifestuar në teknologjitë bashkëkohore që do t'u ishin dukur mrekulliberse fshatarëve që përgatitnin xungthat e tyre në dritën e Oxhakut. Kështu, arrim në fund të udhëtimit tonë nëpër netët mesjetare të ndriçuara nga drita dridhëse e xungthave të zhytur në yndyrë. Shpresojmë që ky eksplorim të ketë ndriçuar jo vetëm një teknologji të harruar, por edhe jetën e përditshme të atyre që e përdornin atë, luftërat e tyre, genialitetet dhe fitoret e vogla mbi errësirën. Historia e dritave prej xungthi është një histori mbi këmbënguljen njerëzore, mbi refuzimin për të pranuar kufizimet si përfundimtare, mbi kërkimin konstant për mënyra për të përmirësuar kushtet tona të ekzistencës. Nëse keni arritur deri këtu, do të thotë se ndani me ne magjepsjen për historinë e jetuar, për detajet e përditshme që rrallëherë shfaqen në rrëfimet e mëdha historike, por që përbëjnë teksturën reale të përvojës njerëzore përmes shekujve. Çdo regjistrim në këtë kanal përfaqëson një votë besimi në punën tonë për të ndriçuar qoshet e harruara të së kaluarës. Ashtu si fshatarët mesjetar përgatitnin rezervat e tyre të xungthave për t'u përballur me netët e gjata të dimrit, ne ndërtojmë së bashku një komunitet kureshtarësh dhe pasionantësh pas historisë. Lini komentit tuaj duke ndarë atë që ju interesoi më shumë në këtë tregim, ose ndoshta një kuriozitet shtesë mbi jetën mesjetare që dëshironi ta shihni të eksploruar në dokumentarët e ardhshëm. Pëlqejeni këtë video që më shumë njerëz të zbulojnë këto histori të harruara, dhe mos harroni të regjistroheni për të vazhduar me ne në këtë udhëtim të vazhdueshëm nëpër kohë. Flaka e njohurisë, ndryshe nga dritat modeste prej xungthi, nuk fiket përderisa ka nga ata që e ushqejnë atë me kureshtje dhe pasion për të kaluarën.